mbrapa çaj objekti është në stacionin Rrymës, atje ka hi uji gjatë orëve të mëngjesit edhe ka pas ndërprerje të Rrymës, 20 familja janë evaku, pra është janë detyruar ekipet emergjente me tërheq prej shtëpiave tyne. Unë e thirrë Liridonin, pra Trakla, edhe po ja bëj pyetje pak se që shokon gjendjen e Malisheve dhe që shpeshen ashta ka vizitu ma shumë Drenasin se une. Përshëndetje, Liridon. Përshëndetje. Apo ja nisim me Drenas, tani dalë Malisheve. Okej, hajde, fillojna me Drenas. Drenas, çaj është mbrapa çaj objekti është në stacionin Rrymës, atje ka hi uji gjatë orëve të mëngjesit edhe ka pas ndërprerje të Rrymës para pak minutave. Është hyrë Rryma në Drenas, 20 familja janë evaku, pra është janë detyruar ekipet emergjente me tërheq prej shtëpiave tyne për shkak të rrezikut që ka hyrë uji në përpodrume dhe në borët e tyre. Kryesisht janë fshatra Çikatov, disa fshatra në anën time të Majt që janë bllokuar. Kjo hyrja e qytetit raportova edhe vetë që është e bllokuar. Policia e Kosovës, i cili që kalon këtu, i thotë që nuk lejohet me kalu, ne që ishim me vetura pak më të larta, normal që është përgjegjësia jonë. Në Malishev, në Drenas, pra 20 familje në detyruar me lëshu shtëpiat e tyre, disa kanë gjetur rrehen familjet e tyre, disa nëpër vende ku ju gjen zgjidhje komuna. Në Malishev 5 familje në detyruar me lëshu shtëpitë e tyre për shkak të nivelit të lartë të ujit. Në kalimin kryesor në qendër qytetit është i bllokuar, niveli i ujit ishte ndoshta mbi 2 metra, lumi Mirusha kishte dalë prej shtratit, shumica shtëpive që ishin afër reliefi ku është më poshtë ishin përfshime prej ujit. Mësimi në Malishev, fillimisht vjetori 2 të shtyp për datën 12 janar, pra i bie hanja tjetër. Edhe në Ravec 2 familje janë evaku, fshati Fortez kryesisht ka qenë është një fshat me relief pak më poshtë që është i përfshirë nga uji, edhe Ravec është gjendja keqe. Në Gjakov me asa po shohim prej raportimeve dhe atje nuk është gjendje e mirë, në Klin, në Junik, në Deçan, rajoni Dugaxhinit kryesisht, po edhe rrafshi i Kosovës këtë pjesë është i përfshirë prej ujit. Fatkeqësisht sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, rreshtit e shivit pritet me vazhdu edhe sot dhe ditëve tjera në vazhdim edhe ndoshta edhe me na shkaktu probleme, kështu që qytetarët prej institucioneve këshillohen që mos me dalë prej shtëpiave tyne me shku dikun tjetër vetëm në rast se ka nevojë, po sigurisht nëse shohin rrezik shtëpitë e tyre, thrasin e numrat që janë të shpëndan prej komunave nëpër ku janë, mund t'i thrasin ekipet emergjente edhe nëse ka nevojë edhe mund të intervenojnë. Përveç dëmeve materiale, dëmeve të shtëpiave, autostradave, a ka raportuar dikush për një dëm njerëzor? Jo, fatmirësisht s'ka asnjë person që ka humb jetën, dëme materiale në infrastrukturë në rrugë ka, nuk është se mundesh me ditë sa janë për shkak se do të më hjek uji dhe më bëu vlerësim në komisionet edhe shtabet emergjente që krijohen. Në infrastrukturë këtë pjesa bujqësore, edhe pse s'është koha të mbjellurave, ato dëmtohen edhe nëpër shtëpi po i shohim oborret janë të mbushura edhe podrumet përvoja në kaluar kallëzon se podrumet kryesisht kur hi uji aty shumica rendive po edhe pjesa e fasadës se gjithçka tjetër dëmtohet, po ditën vazhdim në rast se nalet shiu dhe heqet uji, pastaj do të jenë edhe vlerësimet edhe urojmë që edhe komuna po edhe niveli qendror ju ndihmon qytetarëve financiarisht ashtu siç duhet. Faleminderit.